Vion puna për transformimin e Galerisë Kombëtare të Arteve në Muzeun Kombëtar të Arteve të Bukura. Kryeministri Edi Rama ka publikuar disa foto nga punimet që po kryen në transformimin e Galerisë Kombëtare të Arteve në Muzeun Kombëtar të Arteve të Bukura. Vion puna për rilindjen e Galerisë Kombëtare të Arteve në Muzeun Kombëtar të Arteve të Bukura, një investim që parashikon dyfishimin e hapësirave ekspozuese, një laborator të avancuar restaurimi dhe zgjerimin e hapësirave të ruajtjes, duke garantuar mbrojtjen dhe sigurinë e thesareve artistike, shkruan kreu i qeverisë. Ky investim është pjesë e një strategjie të qeverisë për zhvillimin e turizmit kulturor dhe promovimin e identitetit artistik shqiptar. Edhe pse Galeria Kombëtare e Arteve është një kantier, projekti parashikon që të ruhen disa nga detajet dhe hapësira identitare e godinës fillestare. Sipas grafikut të punimeve, vepra e plotë e ristrukturimit dhe restaurimit të galerisë parashikohet të dorëzohet në fund të tetorit të vitit 2025. Me njëherë pas inaugurimit, strukturimi dhe linja e ekspozitave do t'i përshtatet statusit të ri të këtij institucioni, i cili do të jetë Muze Kombëtar i Arteve të Bukura të vendit.